Faleminderit juve. Është kënaqësi të diskutojmë tani më për zgjedhjet atje zotri Shupi, sepse diskutimet tona të fundit janë lidhur kryesisht me aktualitetin politik të Kosovës. Po, janë dy linja që shkojnë paralel me njëra tjetrën, por që nuk përplasen në fakt. Është tjetër gjë ajo çfarë ndodh atje dhe tjetër gjë çfarë ndodh këtu. U përplasën në distancë. Më kroni, po nuk përplasen, sepse përveç principeve themelore që janë e njëjti kombe, njëjta gjuhë, të njëjtat zakone etj. Këtu bëhen zgjedhjet zakonshme, domethënë normale. Nësa në Kosovë janë bërë zgjedhjet, po tentohet përshkuar në zgjedhje të tjera të parakohshme. Megjithatë, sot është një ditë interesante në Shqipëri, se Tirana është plot të mbushur me një aktivitet shkrejt të veçantë. Është Giro d'Italia, e cila edhe pse ka bllokuar të tëra rrugët e Tiranës, është prape admirueshëm, prape pëlqyeshëm, njerëzit kanë dalë në rrugë për ta shijuar këtë aktivitet. Por zotri Qari, jo vetëm. Në fakt, Flavio Qari na është bashkangjitur, zotri Qupi, le t'i urojmë mirëseardhje bashkë, por desha të ndalin tek ju, zotri Qupi. Apo kthehet Berisha me përkrahjen e amerikanëve, se kështu thon ballinat? Dhe nuk ka qenë pro-amerikane, është pro-amerikane. Qari, jam t'i Qupi dhe pak lutem, se ti do thuash po, e di. Do kthehemi te këtë, Flavio, por jemi me zotrin Shupin. Shiko, nuk shtrohet kjo pyetje, nuk bëhet, sepse është jashtë një realiteti, realisht është jashtë realiteti. Për këto arsye, e para se majoranca në Shqipëri, majoranca socialiste, deri më tani, që janë orët e fundit, parashikohet që të jetë 15-16 pikë më përpara se sa majoranca, se sa opozita. Dhe është rezultati më i lartë që parashikohet të arrihet nga majoranca kësaj here. E para, e dyta, është një gjë që në Shqipëri autoriteti politik i Sali Berishës është i rrënuar. Partia e tij politike është e cop-cop, e hallakatur. Veta është pas një të drejtë për të imponuar si lider shtetëror më. Që ka konfirmuar një gjë të tillë, që në fakt janë disa prej arkitektëve të fushatave presidenciale Donald Trump që janë ribashkuar në Shqipëri. Në mes të tyre është Chris Civita, që ka qenë bashkëmenaxher i fushatës, edhe Paul Manafort, cili ka shërbyer sekretari i fushatës Trump në vitin 2016. Po, është një shkak për të abuzuar, padyshim, është një shkak për të spekuluar. Sidomos mediat që janë larg Shqipërisë që shikojnë gjërat në një mënyrë të tillë për të bërë skupe etj. Por unë nuk shikoj, jo vetëm unë, po një studius i politikës aktuale, realisht nuk shikon në një mbështetje dhe në një simpati të administratës së Trump për Berishën ose për Partinë Demokratike. Dhe ndalim këtu, zotri Qupi, ndalim këtu, ta shpërndajmë pak diskutimin apo muhabetin, sistemin e këtu në Kosovë, sepse na interesant ta dim se si duken këto spekulime apo të vërteta Flavios. Flavio? Kush ishte ky që fliste si Frok Qupi i Deur? Jo, ky ishte Frok Qupi, por nuk ishte i Deur. Frok Qupi është? Aha, më thash, kësh është kysh. Zoti Qupi, përshëndetje. Përshëndetje. Ku i gjetët të dhënat e sondazhit? Janë kryer disa sondazhe. Cilat, më thoni një. Po tani ata janë shumë prej tyre dhe unë kam në provim këto cila. A jetonin në Shqipëri apo jetonin edhe në Prishtinë, s'është larg, mund të ato lexohen. Më thoni, zoti Qupi, janë të gjitha sondazhet që ndjerin Shqipëri. Nëse nuk e dini se kush jam, është e kot që t'ju shpjegoj, po më thoni një sondazh besueshëm. Të gjitha sondazhet janë të besueshëm deri në marzhin e besueshmërisë. Siç bëhet në gjithë botën sondazhe, besohen. Ato që bëheshin për Trumpin që do humbiste. Nëse në ju. Ja jo festa ku ishte bërë gati për librin e Kamalës. Të drejta juaj.
Urdhra? Ja ajo festa ku ishit bërë gati për të përkthyer librin e Kamalës. Ë? Këto lloj sondazhesh. Të lutem tani, flasim pak seriozisht. Unë kam vlerësim për vitet që ju keni në hapësirën publike, por nuk ndaj me ju shumicën e qëndrimeve tuaja, për shkak se nuk i konsideroj ato. Është kënaqësi për mua që ju të mos i ndani gjërat. Çdo më thonë ajo. Ju vazhdoni në studio, nuk keni asnjë gjë për të më bërë pyetje mua. Në studio i pres pyetje. U drejtua mua gazetarit, s'po të ndërpres. Raportimet se mund të ketë Berisha një ai ishte për mua pyetja. Po, Flavio, për ty është pyetja dhe pastaj fillojmë diskutimin këto me ne në studio. Na e bëjtë qartë, pra, a ka sinjalet vërteta që Berisha mund të kthehet me përkrajen e amerikanëve? Nuk është çështja më, se kurthi është ta bësh sikur ky është një diskutim apo vjen apo s'po vjen Berisha në pushtet. Kjo nuk ka të bëjë fare me Berishën. Çdo gazetar shqiptar, çdo kush që ka një hapësirë publike ku mund të thotë diçka, ka një detyrë. Para duhet të sqarojë publikun se në ç'vend po jetojmë. Dhe nëse ne jetojmë në vendin më të korruptuar të Europës, me më pak shërbime se kushdo në Europë, ku Amnesty International e konsideron aksesin në shëndetësi për shqiptarët një genocid, ky nuk është diskutim politik Berisha apo Rama. Zoti Rama duhet të kishte mbaruar punë me qeverisjen në Shqipëri ditën që u bë publike që e kanabizoi vendin me qëllim. Dhe njerëz që janë paguar nga aferat korruptive të qeverisë, nuk mundet të helmojnë publikun me opinione për sa mirë është Berisha apo sa keq është Partia Demokratike. Çështja është, e kanë përdorur instrumentin e non gratës 3 vjet e gjysmë për të helmuar diskutimin publik në Shqipëri. Nuk është non grata, kanë 48 orë që bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë. Është hequr non grata. Ata që nuk hiqej kurrë, po këta njerëz. Një sekond tani se nuk është shaka loja më. Jemi 24 orë gati para 48 orë para zgjedhjeve. Dhe këtu nuk është në diskutim fati Berishës, se arsyet personale të Berishës që na than i ka zgjidhur me sa duket Sali Berisha. Ky është në diskutim fati i shoqërisë shqiptare. Ose ne ikim për dhjam qeni, ose bëjmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe këtu shprehet vullneti qytetarëve shqiptar. Kaq është diskutimi. Pra, çdo gjë tjetër është retorik politike. Ja kanë hequr non gratën. Mua flisni. Po, e besoni këtë, Çupi? Kjo nuk është çështje besimi dhe shumë të them çështje falli. Shiko, aty ishte një mashtrim i vullnetshëm i Berishës dhe partizanëve të tij, që një mashtrim i paguar shumë shtrejt me parat që kanë shkuar nga Shqipëria në Amerikë. Me çfarë parash? Gjet një gazetar krejt periferik, i cili shkroi një lajm për kushte lajm. Dgjoj, nuk flas në këtë nivel ordiner, nuk e ul veten, vjen keq, ju dua shumë. Jo, Flavio, ju keni ordinere kjo gjë, shumë e ulët. Flavio, unë nuk e pash të arsyeshme të mbroj se ti mbron veten, por megjithatë nëse ka një mendim ndryshe në këtë diskutim, ky s'është mendim ndryshe, po rre sy për sy, nuk është mendim ndryshe. Po neve na intereson kështu, Flavio, sepse është momenti për Shqipërinë, po e thoni. Si ta shpëtojnë Shqipërinë shqiptarët në këtë moment, Flavio? Më dëgjoni të çfarë i fund idenë. Zotri Çupi, do kthehemi te kjo. Zotri Çupi, me që kemi dy pole të mos më ndërprit të lutem. Po them që për të hequr një non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të ketë një vendim të Departamentit të Shtetit. E para, ku e gjeti ai kesh? Ja vetë gjeti vendimin. Po atje pra e mori. E treta, sot ata konfirmoi ti Departamenti i Shtetit. Në këtë sekond që flasim ne, në Departamentin e Shtetit, në faqen e Departamentit të Shtetit, faqen zyrtare është e shkruar Sali Berisha është non grata për Amerikën. Flavio, cila është pjesa tjetër e tregimit? Po, pse se kanë edituar këtë post, pra? Po s'ki mund të... Jo, Flavio. Është për Flavio, Zotri Çupi, sepse shumë e thjeshtë të fshihesh një emër nga diku. Dhe si nuk u fshihet ky emër, Flavio? Ose nuk ka fshihet, nuk ka argument, nuk ka fakt, atje nuk din gjë se ç'po ndodh. Din vetëm që dikush merr ca para në përduar. Të lutem. Por Zotri Çupi, mbase Flavio ka më shumë informacion se ne. Kemi thirr për fond për Frok Çupi. Ju vazhdoni, thoni gjëra. Shiko, po mashtrojnë veten dhe po mashtrojnë tjerët. Mirë, e dëgjojmë edhe versionin e tij, Zotri Çupi. Nuk duhet të përdoret një televizion për të mashtruar. A do flas unë apo do flasë ai? Le ta dëgjojmë Çupi, le ta dëgjojmë Flavion pak.
mund të flas? U heq apo nuk u heq, Flavio, sepse tash edhe dhe Jona jemi shumë konfuz. O miku im, ti besoj e di si funksionojnë mediat. Ai establishmenti i kryeministrit që ka lënë brekët për të shpallur ish kryeministrin e Shqipërisë non grata, i ka të gjitha mundësitë për të interesuar pranë Departamentit Amerikan të Shtetit, a është hequr apo s'është hequr, a mund të thoj apo s'mund të thoj drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pse nuk e kanë bërë 48 orë të fundit? Se e din më mirë se unë dhe se ty se si është situata. Dhe ato presim një udhtim pra të Berishës. Për çfarë duhet me udhtimi? Për çfarë duhet mu? A shkon dot me bë pushime Berisha në Amerikë apo jo? S'më intereson fare. Por që ta jap përgjigje finale se mund të shkoj, Flavio, është edhe kjo. Finale ta tha Departamenti i Shtetit nuk mund të mbeten peng marrëdhëniet e Shqipërisë me SBA-n për shkak të vendimeve politike. Çfarë duhet mu? Ai hypi avionit apo si hypi avionit? Është një udhtim i zyrtar. Vetëm këta s'duan ta lexojnë dhe s'din ta lexojnë me sa duket. Pas kanë harruar. Dhe Flavio, pas kanë harruar anglishtën. Pro amerikanët e Dhe Flavio, çfarë i paraprin? Sigurimit shtetit e pas kanë harruar anglishtën. Çfarë i paraprin, Flavio, ky vendim pra për ta hequr? Çfarë do thot për fatin e Berishës, fatin politik, të armën e zgjedhjeve, gjithmonë këndvështrimin tënd? Edhe një herë, thash, kanë 4 vjet që na thonë që Berisha ka vetëm hallin e vet personal. Me sa duket, nuk pas ka hallin e vet personal. S'pas ka më halle personale. Çështja është që këta kanë bërë gjithçka dhe dizegnimi i Berishës non grata ishte përpjekja më e dëshpëruar dhe më e shtrenjtë në historinë e Shqipërisë për të shkatruar një opozit nga ana e një mazhorance. Dhe gjetën për ta bërë këtë gjë, gjetën edhe hallkën më të dobët në opozitën e kohës që ishte Lulzim Basha. Tani më nuk ka as Lulzim Basha, nuk ka as faktor ndërkombëtar që i krev bishtin kryeministrit duke lejuar atë ta kthejë Shqipërinë përveç se në një oaz korrupsioni dhe narkotrafiku, as në një oaz perversiteti politik. Tani më, zoti kryeministër është në ditët e veta më të vështira, pasi është totalisht i izoluar më keq se diktatorët e Amerikës Qendrore, që i kanë vendet. Por Flavio, sepse na intereson të merremi pak me Berishën, sepse ai është kryetitulli sot. A do të thotë që e ka për krahjen e amerikanëve, në qoftë se ju ka hekur non grata në këtë moment delikat për karrierën e tij? S'është fare moment delikat për karrierën e Berishës, ti këtë s'do të kuptosh. Nuk është Berisha në diskutim këtu. Berisha ka kryer çdo hall vetin që kur ka ardhur Kris Lasivitaja, mbaroi, i zgjidhi hallet e veta, u dha mesazhi. Natën e mirë. Tani është në diskutim mundësia nëse Shqipëria do jetë apo jo demokraci nga pas nesër. Kaq është diskutimi. Kush e bën demokracisë? S'është demokraci, kështu siç është. Isha në vikendin e kaluar, goxha demokraci mu duk. Ku është demokracinë? Jo, vetëm po reglasë situatë. Si e madh demokracinë pra konkretisht, se kështu duket bukur, hajde të çoj unë jug, është mrekulli, po demokracia është tjetër gjë. Ku shtypeni ju, Flavio, Tazam? Ti? Ku shtypeni? Ku shtypen qytetarët e thjeshtë? Unë me thonë drejtën kam i qikë paktën ju e dini shumë mirë dallimin e demokracisë dhe jo demokracisë. E keni goxha të freskët. Dgjoj, atëre, e gjithë ekonomia e tregut këtu është e kontrolluar nga njerëzit e qeverisë. I gjithë sistemi i drejtësisë është totalisht i kapur. Vetëm nga buxheti i shtetit vidhen vetëm nga prokurimet publike 2 miliardë euro në vit e matur nga kontrolli Por Flavio, a mund ta bëj lutem një pyetje? Berisha para disa javësh ishte në një nga këto samitet e partive përkatëse në Valencia. Jo, s'mund thuash një nga këto samitet se mirë, të partive rezolut urgjent aty e partive popullore europiane. Jo, se ka pyetje këtu, shumë mirë që ka shkuar dhe nuk dua t'ia vëmendje ku shkoi tek shkoi. Po flas ishte në Evropë, ishte në Spanjë, në Valencia. Dhe nga aty përballë plot burrave të shteteve të tjera, përballë plot partive të tjera evropiane, thot, Shqipëria është një narkoshtet. A e diti çfarë dëmi i bën më pas reputacionit të Shqipërisë me këtë? A e diti çfarë dëmi i bën tjetë Shqipëria narkoshtet? Siç është? A është atje vendi për ta thënë? A është më dëm ta themi të vërtetën apo do gënjemi jashtë edhe ndërkohë këtu kontrollohet vetëm nga mafia? Po është vendi i duhur ta thuash të në Evropë, një vend që ka inspirata evropiane. Patjetër më, se vetëm ashtu shërohesh. Ashtu shërohesh, duke e thënë. Okej. Patjetër. Apo duke ndryuar gjendjen në terren? Duke kërkuar ndihmë. Pse Kosova duhet ta thoshte që ishte duke u shfarosur etnikisht. Pse avancoi? Nga serbët. Jo, Kosova ka bërë Kosova kabinetin e saj, apo bëhet genocid apo jo Kosovë. Duhet ta thoshte apo mos ta thoshte? Unë mendoj që nuk do duhet të gjatje, sepse kjo është fushat politike që po bëhet, se e nderuar, kjo nuk është politik, kjo është për jeta vdekje.
kjo nuk është politik. Kjo është ka apo s'ka më Shqipëri. Që po e përdor më pas në Evropë. Çka hyn në punë kjo? Kjo është ka apo s'ka më Shqipëri. Ka që diskutimi këtu. Okej, mirë, më lejo të marrë një koment mbi këtë të njëjtën çështje edhe nga zotri Qupi. Është shëni gabim ju këtë që mbasi komunikimi që bëhet me gjuhën elektorale brenda shtetit përdoret në vizita të rëndësishme si kjo, siç ishte ta zëm ftesa që kishte Sali Berisha në Valencia të Spanjës? Po, Sali Berisha i ka shkaktuar dëmet më dha tërë jetën e tij në Shqipërisë. Është njeriu më patrimtar i vendit. Dhe deklaratat të tilla që e ndotin Shqipëri, e poshtërojnë Shqipëri, e vënë në pozita... Shqipërinë ka poshtru komunizmi, po si u mbaj mend ti jeni kaq të mërzitur. Po ta dëgjojmë. Ta dëgjojmë pastaj në momentet të tilla bëhen për arsye se Shqipëria është shumë afër, është duke ecur me hapa shumë të shpejt drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Janë hapur deri më sot 24 kapitujt e parë. Hapja 24 kapitujve është një nga fitoret më të mëdha. Kanë mbetur 11 kapituj për tu hapur, të cilat janë mbyllur. Sipas personaliteteve të Bashkimit Evropian dhe deklaratave të kryeministrit, ato do të kapituj janë mbyllur. Aktivitetit. Dhe mbyllja e paketave të negociatave kapituj janë mbyllur. Është një piket e Bashkimit Evropian. Mos gënjet Qupi, sa kapituj janë mbyllur. Që të kryet deri në... Qupi, mos gënjet, sa kapituj janë mbyllur, tregoja njerëzve. Kështu që e gjitha... Qupi, sa kapituj janë mbyllur, tregoja njerëzve. Nëse Berisha do të merrej seriozisht në Europë... Qupi, tregoja njerëzve sa kapituj janë mbyllur. Ati është non grata. Nëse do të merrej seriozisht në Europë, atëherë... Qupi, tregoja njerëzve sa kapituj janë mbyllur. Askush nuk e dëgjon më Berishën dhe askush nuk e dëgjon më, si me thënë, njerëzit... Personalisht zotri Qupi, krejt në fund dua t'ju pyes këtë gjë. Besoni se do të rikthehet edhe një herë Berisha? Shkurt, sepse jemi krejt në fund. Në jetën e dytë me siguri. Në jetën e parë e ka mbyllur atë kapitull. Jetën tjetër ta presin Berishën. Dhe po erdhi prap, kanë për të hangur njerëzit se aq të merre ka shkaktuar në këtë vend. E qartë, zotri Qupi, faleminderit që ishte për shembull. Ça të merri? Flavio, e dëgjojmë edhe pjesën tënde, jemi krejt në fund. Do ta kemi edhe një Berish? Varet nga shumë rrethana, po rëndësi ka mos kemi një ram. Mos kemi rama 4, kaq ka rëndësi. E qartë, Flavio, ishte shumë kënaqësi që të jemi së bashku në këtë bashkë diskutim, e kemi përmendur shumë shpesh që do duhet ta realizojmë ndonjë ditë edhe në studio në Kosovë, shpresojmë na vesh sa më shpejt. Na ka përshëndetur shpejt. E di që kemi këtë lashë me kohën mbase për këtë. Kthehemi vetëm pas